e programit të mëngjesit. Flora, më dëgjon e dashur. Mirëmëngjesi Brikena edhe për ty në studio dhe për të gjithë shikuesit. Atëherë, qenë ke rehatuar goxha mirë dhe po ta kaloj linjën ty vazhdo me intervistën. Patjetër Brikena, janë përgatitjet e fundit për kampionatin evropian të taekwondos dhe për 4 ditë kryeqyteti do të shndrohen në qendër evropiane të taekwondos. Sigurisht një ngjarje historike të këtij sporti, mirë po për të diskutuar më shumë këtu pranë vetes kam Arsim Agushin, kryetari i Federatës së Taekwondos së Kosovës. Mirëmëngjesi kryetar. Mirëmëngjesi. Kanë mbetur pak ditë, sigurisht që tashmë janë ato përgatitjet e fundit edhe më tregu pak për atë dinamikën e punës së këtyre ditëve dhe a jeni edhe afër ndoshta që të fillohet gjithçka ashtu siç edhe e keni planifikuar. Fillimisht ju falenderoj për ftesën. Me përgatitje jemi duke ecur sipas planit, domethënë këto ditë shumë kemi pas angazhime se me qenë se është një event kaq i madh dhe i rëndësishëm ku pjesëmarrës siç e cekët do të janë 40 shtete nga shtetet e Evropës, ku lyp angazhim shumë të madh për kushtim. 40 shtete. Në mesin e tyre edhe shtete që ende nuk e kanë njohur Kosovën, mirë po pavarësisht kësaj sporti i taekwondos po i bën bashk. Dhe ju ndoshta shpeshherë kemi edhe dëgjuar se sporti sa rol të rëndësishëm luan edhe në njohjen dhe afërsinë e vendeve të ndryshme të botës, në këtë rast Evropës e kemi. Normal, sporti është me bashku njerëzit, anë mban gjithë ka janë, e kemi një qëllim me zhvillu sportin. Pjesëmarrës në këtë garë, në këtë kampionat, janë paraqitur edhe shtetet të cilët nuk na kanë njohur si shtet, po kanë shprehë interesim, edhe na jemi të kënaqur, të lumtur që do të vinë ta vizitojmë Prishtinën, Kosovën, vendin tonë edhe të tregojmë se na jemi të barabartë si gjithë rinia e Evropës, edhe ku kemi dëshmu edhe në kaluamën, edhe besoj që shteti jonë shumë i pric, janë të mirësorë djetë. Keni punuar gjatë për të ardhur deri të këto ditë të realizimi i një kampionati të një formati të tillë, cilat kanë qenë ndoshta ato sfidat në për të cilat keni kaluar për të arritur në këtë rezultat? Para 2 viteve kom fillu për marrjen e këtij eventi, kemi qenë në bisedime me Federatën Evropiane në çdo takim ku kemi pasur zyrtar. Gjithmonë ka qenë insistimi që pse vetëm Kosova mos ta kenë një event, po kur i kemi këtë shtetet e rajonit e të Evropës, kur jemi me drejta të barabarta si gjitha shtetet, me insistim edhe me bashkëpunim kemi arrit me pru këtë event këtu. Sigurisht kanë qenë edhe disa kritere për të realizuar një kampionat i tillë evropian. Cilat kanë qenë ato kriteret kryesore? Dim që në sallën 1 tetorit do të organizohet, do të realizohet ky kampionat. Kuptohet, Federata Evropiane e Taekwondos ka kriteret e veta dhe standardet të cilët i jepet e drejta një shteti për të organizuar një event kaq të rëndësishëm si është kampionati evropian. Po në muajin e gusht kanë qenë një delegacion nga Federata Evropiane ku kanë ardhur dhe kanë inspektuar edhe shtetin, qytetin, edhe palestrën, si dhe hotelet. Edhe kam po se na si shtet i plotësohemi këto kushte, këto kritere, edhe na kanë dhënë dritën e gjelbërt për me organizu këtë event. E thatë është dhënë edhe drita e gjelbër, drita jeshile Kosovës për realizimin e një kampionati të tillë, 40 shtete, sa pjesëmarrëse do të jenë. Dhe më tregu ndoshta a ka pas ndonjë hezitim apo e kanë mirëpritur edhe ftesat të cilat janë bërë shteteve, si ka shkuar deri tek përzgjedhja e këtyre shteteve që të jenë pjesë e këtij kampionati? Zakonisht Federata Evropiane e Taekwondos edhe botërore e kanë platformën Simply Compete ku regjistrohen gjitha aktivitetet dhe në ato domethënë edhe Kosova u paraqiten dhe gjithë shtetet kanë shprehë interesim u paraqit me marrë pjesë ku në këtë event atlet zyrtarisht u paraqit 509 atlet. Po si staf edhe gjithë kështu personal 704 zyrtar, mandej i kemi 43 fer, i kemi edhe 10 delegat. Kështu që numri paravorësisht 800 veta të akredituar të regjistruar. Është unë 21. Unë 21 po. Kur jemi tek atletët tonë,
në taekwondo. Si vlerëson ndoshta edhe përgatitjen e vetë sportistëve tonë që t'jenë pjesë e këtij kampionati, cilat janë ato pritshmëritë? Për sportistët tonë është pak një gjendje pak më e veçantë se gjithmonë jemi mësuar me udhëtu, gjithmonë jemi mësuar me shku në shtete tjera, me marrë pjesë edhe me shpenzue gjitha ato, po e raport që po vjen një event që ata do ta ndinë veten në shtëpinë e vet si një kujtjer edhe vendas, besoj që edhe motivimi do të jetë më i madh nga ta. Kanë filluar tash me ardhja atletëve, dim që nga data 11 deri me 14 deri në datën 14 do të jetë ky kampionat. Po, sonte vetëm fillojnë ekipet me zbarku në Prishtinë, ekipet e para mbasi formata të cilët më kanë dhënë është ekipi spanjoll dhe ekipi grek. Ku prej këtij hoteli të cilët vetëm jemi ato vizit për Courtyard Marriott, na i kemi stacionuar edhe ekipën e rusëve, ekipën e portugazëve dhe të anglezëve. E thatë edhe përgatitjen e atletëve tonë do të jetë një përvojë e mirë sigurisht edhe për ta që të shkëmbejnë përvojat e tyre, sepse ndoshta edhe atletë shteteve të tjera tashmë kanë marrë pjesë edhe në kampionate edhe më herët. Kemi edhe atletë vendit tonë që kanë marrë pjesë në ndonjë kampionat edhe që janë pjesë e kampionatet që po mbahet këtu që do të mbahet këtu në Prishtinë. Vitin 2023, federata jonë ka arritë të fitoj një medalje të argjend në Bukuresht të Rumunisë në kampionatin evropian U21 me atletin Bleron Ademi minus 54 kg, ku është raport edhe një medalje historike, edhe ajo ka ndiku, do më thonë, ku na t'jemi edhe një kujtjeri këtij eventi. Një garë e fuqishme dhe interesante sigurisht do të jetë përgjatë këtyre ditëve, kush mund të marrë pjesë. Është e hapur salla 1 tetori edhe për qytetarët e cilën dëshirojnë ta shohin nga afër edhe si po zhvillohen një garë e tillë mes të atletëve nga vendi jonë, nga 40 shtete tjera të cilat janë pjesëmarrëse. Normal, kjo garë është e hapur edhe për shikuesit, gjithë ata të cilët kanë kohë, kanë mundësi edhe kanë dëshirë me ardhmë me na përcjell, do të jetë domethënë hyrja falës për gjithë pavarësisht. Jon mirësordhë edhe me familje, marrë me gjithë, është një sport shumë atraktiv, sport olimpik, besoj që kanë mi pas sportistët atletë më të mirë të Evropës. Çka e bën veçantë këtë sport, sportin e taekwondos? Sporti taekwondos është një sport marcial me origjinë nga Korea, ku është edhe sport olimpik, është edhe ndikon shumë, ky sport e ka të veçantë edhe barazia, domethënë në këtë event gjysma atletëve janë femra, gjysma janë meshkuj. Është një sport domethënë për gjithë, edhe është një sport shumë atraktiv, edhe më po edhe me praktikuar. Uroj që nga data 11 deri me datën 14 të shkojë gjithçka mbar, sipas atyre planifikimeve dhe pritshmërive të cilat e keni bërë dhe ju, dhe t'ju shpërblet gjithë puna mundi që e keni bërë në realizimin e një kampionate të tillë evropian në vendin tonë. Faleminderit edhe nga ju, besoj që sipas domethënë planit tonë dhe protokollove shkoj siç e kemi planifikuar, se është një event kaq i madh edhe është po. Orarët do më thonën me 11 fillojnë ndeshje do më thonë e para, dita parë e garimit, prej ora 9 deri në ora 4 zyrtari shënot. Mandej bëhet ceremonia çdo dite, do më thonë garimit, bëhet edhe ceremonia ndarjeve të medaljeve. Kështu do të jetë çdo ditë? Do më thonë 4 ditë rresht do të jetë, prej 9 deri ora 4. Suksese edhe një herë, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit, suksese. Bërkena kështu ishte me kryetarin e Federatës Taekwondos dhe sigurisht një ngjarje shumë e madhe, një përgatitje të mëdha që janë bërë për kampionatin evropian të taekwondos 2025 këtu në Prishtinë. Thash edhe në fillim që kryeqyteti do të shndrohet në një ngjarje të rëndësishme evropiane, 40 shtete me numër të madh të sportistëve, një garë e fuqishme, një pjesëmarrje edhe nga vendi jonë. Sigurisht i urojmë shumë suksese gjithë atyre djemve dhe vajzave që janë pjesë e këtij kampionati dhe gjithçka të shkojë mirë, sepse është një pjesë e rëndësishme për historinë e këtij sporti dhe sporti po luan atë rolin e vet si ambasador në njohjen e asaj shtetit tonë në vendet e tjera. Pavarësisht gjithave e njohen apo se njohen,
është një vend që po e bën maksimumin e në këtë rast, për derisa biseduam, është sporti i taekwondos. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejt për drejt, ndërsa tani linjën po e kaloj tek ju në studio. Lora ime dashur, faleminderit shumë për këtë intervistë që solle në këtë program mëngjesi. Dashur miq, ishim lidhje direkte me kolegen Florë Maxha.